Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 28. Data 28 maj të 2028. Kemi një ditë shumë të rëndësishme, një ditë për nga ana ekonomike dhe takimet të rastësishme. Në ndikimet që kanë bëjnë me anën ekonomike, duket se kemi mundësinë, kemi kohën e duhur mbi zhvillimet, ndryshimet dhe kohën e duhur. Kurse në udhëtime duket se në basë orës 13 kemi diçka shumë të rëndësishme, sepse ai takim që do bëhet, ai udhëtim që do bëni është mjaft i sigurt dhe tepër pozitiv. Lidhet shumë me karrierën, lidhet shumë me atë çka jemi, me atë çka kemi dhe ku duhet të shkojmë. Prandaj mos e lini pastore ditën e sotme, edhe pse është një ditë që unë kam thënë me të madhe biles, deri më datën 31 që kemi dhe ndikimin e hanës së plot në një shenjë zjarri, por gjithsesi do flasim për ato, po flasim për këtë ditë, dhe ditën e nesërme të datës 28. Data 28 gjithashtu ka dhe indikim shumë të mirë për ju që keni pasur probleme me punën tuaj, keni pasur probleme me persona të ndryshëm, apo jeni larguar nga puna për një arsye apo për tjetrën. Duket se tani vjen një moment mjaft i mirë, pozitiv dhe shumë ndikues. Diçka e madhe po ndodh, sepse duke pasur parasysh lidhje me punën tuaj, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimet që do të keni në një pasnjëshme tani e tutje, por janë ndryshime mjaft të mira sepse përgatitemi për muaj që po vjen, përgatitemi për gjëra shumë të mëdha nga sfera sentimentale, ekonomike, pune, karriere dhe jo vetëm, por gjithsesi kjo periudhë është e juaja dhe ju ndikon për të mirën tuaj në çështjet që lidhen me, se këtu ka shumë ndikim. Në lidhje me pasuritë paluajtshme, rishikoni dokumentat nga e para, mos bini viktime vetes suaj. Shenjat që kanë bënë në lidhje me pasurinë e paluajtshme janë shenjat e ujit, siç është gaforrja, siç janë akrepët edhe peshqit. Për sa i përket udhëtimeve dhe bisedimeve në lidhje me kontrata të rëndësishme, janë shenjat e tokës, siç janë demi, virgjëresha, që është nga ndikimet më të mëdha, gjithashtu dhe bricjapi i dhjetëdhjetit të dytë. Por gjithsesi, është një periudhë që kërkon vëmendjen tuaj, kërkon atë çka jeni, atë çka keni dhe çfarë doni të përçoni. Por para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja Ros Konetje, atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke blerë paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria dhe atje më pas, duke dërguar emailin tuaj, flasim bashkë nëpërmjet Viber apo WhatsAppit. Por ju kujtoni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti në live, në pyetje përgjigje, atëherë kemi këtë butonin këtu, duke klikuar, duke shikuar dhe jemi gati pastaj për të dërguar mesazhin që juve dëshironi të dini live të merrni përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Përsa përket shenjës së dashit, meqense dashi nga një anë mundohet shumë që të jetë korrekt me punën, korrekt me njerëzit, por të tjerët nuk janë. Por kjo nuk do të thotë se kanë probleme ose ka diçka që nuk shkon. Është nga mundësitë më të mira në lidhje me takimet, në lidhje me bisedimet që do të keni. Në çështjet e dashurisë duket se lidhjet afatgjat që kanë të bëjnë me dashtë të dhjetëdhjetit parë, me peshk të dhjetëdhjetit të tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Meqense demi duket se kjo periudhë është një nga periudhat mjaft ndikuese, sidomos kjo dita e sotme, pra dita e nesërme, është një nga ditët më ndikuese dhe shumë vendimarrëse në lidhje me një takim, disa bisedime, disa ndryshime që do të keni tani e tutje. Juve është në favorin tuaj, por në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresht të dhjetëdhjetit parë, me peshk të dhjetëdhjetit të tretë, është diçka mjaft pozitive, pse jo, mund të shkoni deri në martesë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket binjakëve, meqense binjakët duket se në këtë periudhë është një periudhë që ka një ndikim afatgjat, është një periudhë që ka mjaft mundësi, kohën e duhur për të bërë lëvizjen e duhur në çështjet ekonomike, në lidhje me disa takime, me disa bisedime shumë të rëndësishme që do të keni, por gjithashtu është një mundësi që juve, duke pasur parasysh edhe anën ekonomike financiare, por dhe ndryshimet
të një pasnjëshme që mund të keni tani atutje, kjo nuk ju prish punën juve, sepse binjakët e vjedicit të dytë kanë ndikime shumë të mira edhe mundësi të arta, por në anën tjetër jeni mjaft me fat, sepse lidhjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, do të thotë me bricapët e vjedicit parë, me virgjëresht e vjedicit tretë, është diçka perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për sa përket gaforeve, meqense gaforet duket se tani e tutje janë mjaft pozitive, sepse ju se do mohohet i diçka e paqen, por e kanë dhe mundësinë, sepse gaforet duket se tani në këtë periudhë kanë një periudhë shumë pozitive, kanë një periudhë mjaft të mirë në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime. Në ndryshime sidomos janë mjaft pozitive dhe shumë se kanë lidhur me karrierën, për shembull, kanë dhe ndikime shumë të mira tani atutje, ku është koha dhe momenti i duhur për të nisur gjërat që juve dëshironi edhe doni të bëni në fushën e karrierës suaj, në fushën e punës, takime, bisedime, mund të bëni në orën 12 deri në orën 16:10. Në fushën e dashurisë, duket se me bricap peshore dhe me dash është diçka ndryshe nga që e mendoni, prandaj bini pas, mos i lini pastore. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, kjo është shenja e luanëve. Për luanët mund të flasim gjatë gjithë kësaj dite, sepse kanë mundësinë, kanë kohën edhe momentin në anën e tyre, prandaj në fakt për sa përket punës nuk kanë pasur probleme dhe s'kan për të pasur, por në anën tjetër kanë një ndikim shumë të mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime të mëdha që vijnë tani, por gjithashtu edhe një takim fantastik që do kenë në vazhdimsi. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrepët e vjedicit parë, me dëmtë e vjedicit të tretë është perfektja, edhe pse një problem i vogël që keni tani është momenti juaj. Të vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshat duket se sado që lodhen shumë, kanë pasur një piksynim në vetveten e tyre. Kjo lidhet më tepër me jashtë, do ta thosha unë, sepse aty ka diçka shumë pozitive dhe tepër në vazhdimsi kanë mundësinë dhe kohën e artë për të bërë zgjedhjen e duhur. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrepët e vjedicit parë dhe me dëmtë e vjedicit të tretë duket se është mjaft pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshores. Për sa përket peshorët duket se kanë diçka shumë të madhe në lidhje me ekonominë, lidhje me stabilizimet, me ndryshimet që ata kanë, por gjithashtu kanë një anë pozitive në lidhje me ekonominë dhe në lidhje me standardet që ata kanë. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, këtu kanë çik problem që do thotë kujdes me ujorin, kujdes me luanin të vjedicit të dytë, sepse kanë dhe gjëra të tjera që do të diktojnë në vazhdimsi. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Për sa i përket akrepëve, akrepët duket se synojnë larg, por kujdesi që do të bëjnë në pasojë të paluajtshme, siç e thash dhe në fillim të emisionit. Është një ndikim shumë i madh, ndikim shumë pozitiv nëse juve e keni vendosur se çfarë do të bëni, e dini ku jeni, dini ku do të shkoni. Kjo është një mundësi shumë e mirë, është një mundësi mjaft pozitive dhe korrekte nga ana juaj. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor të vjedicit parë, me luan të vjedicit të tretë, ka diçka shumë të madhe dhe mjaft pozitive. Është e rëndësishme periudha, koha, mundësitë që jepen dhe gjërat e tjera që do të ndikojnë në një të ardhme të afërt. Por në fushën e dashurisë, duket se lidhja me virgjëreshët e vjedicit parë, peshkët e vjedicit të tretë kanë ndikime fantastike dhe jo vetëm. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët duket se tani është momenti, është koha, është mundësia sidomos është mjaft e mirë, pozitive në atë që kërkoni, pozitive në atë që doni, por edhe një ndryshim shumë i madh që ndodh në fushën e biznesit dhe të karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshkët e vjedicit të parë, me peshk njëherë ka pasur edhe shumë gjëra të tjera në fakt, dhe me peshorët e vjedicit të parë është diçka shumë pozitive dhe shumë ndikuese
në këtë drejtim. Por gjithashtu, një vëmendje të shtuar do të bëni me dashtë dhe diçit të dytë, nëse keni pasur lidhje ose doni të bëni një lidhje, shikojini gjërat në detaje sepse dashi nga njëra anë të dy shenja zjarri kërkon një të drejtë dhe juve e pranoni ashtu siç është dhe është koha më e mirë mundshme për të stabilizuar gjërat ku dëshironi. Shkojmë tek shenja tjetër tani, do shkojmë tek shenja e bricavëve. Për sa i përket bricavëve. Bricavët duket se sado që ndikojnë në lidhje me punën e tyre, lidhje me një takim që mund të kenë pothuajse paraditja. Paraditja është më e mirë për ata, sepse ka dhe diçka shumë të madhe tani atje ku do të shikojnë gjërat të ndodhin në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, në fushën e ndryshimeve të mëdha që juve keni, por dhe mundësi të arta që vijnë drejt jush. Megjithatë, kjo është mundësia, kjo është momenti më i mirë i mundshëm, dhe mos e lini mas dore ca gjëra që janë shumë konkrete, shumë imediate, shumë provokative, do thosh, provokojnë dikush për shembull që jo kjo nuk është kështu po bëhet kështu. Mirë është ajo që juve ai debat që bën X-i, juve ta merrni si diçka lidhje me punën dhe jo për inat personal, sepse mund të prisni disa ekuilibra. Keni kujdes në debate, të jeni sa më të qartë dhe sa më të pastër. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, me peshore, ka gjëra që janë perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujurit. Ujorët duket se këtë periudhë e kanë të tyren dhe mundohen shumë për sa përket zgjidhjeve të problemeve, për sa përket të çështjeve që ata kanë dhe mundësitë që vijnë tani tutje, mundësitë arta do ta thosha për arsye të punës, për arsye të ndryshimeve që juve keni, ndryshime pune, ndryshime biznesi, por ndryshime biznesi do thoshim se ka diçka shumë madhe tani për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës, sepse lidhet shumë tek karriera, lidhet shumë tek bizneset aktuale dhe është një moment mjaft i mirë tani dhe tepër pozitiv. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, sepse keni pasur disa probleme juve të dhjetëdhjetit të dytë, ka të bëjnë me luan, kurse të dhjetëdhjetit të tretë, edhe pse duken pak të vështira gjërat, por është diçka shumë pozitive që lidhet tani e tutje, do thot me akrep të dhjetëdhjetit parë, do thot me dëm të dhjetëdhjetit tretë, me dëm të dhjetëdhjetit tretë, ka diçka shumë surprizuese, prandaj bini pas sepse është një moment shumë i mirë e tepër pozitiv në anën tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, peshqit të dhjetëdhjetit të parë kanë disa mundësi. Mundësia e parë është në lidhje me punën e tyre, sepse kanë pasur disa probleme të vogla të pazgjidhura, por vjen një moment tani që e zgjidhin dhe është koha, është momenti më i mirë i mundshëm për stabilizuar, për punën, për ndryshimet që vijnë, për karrierën që juve keni. Është një moment shumë pozitiv në ekonomi, në ndryshimin ekonomik, sepse kjo lidhet me disa çështje të tjera, sepse keni pasur shumë çështje problematike të lëna pezull, po vjen një moment tani, një moment i ndikimeve të mëdha dhe i pozicionimit të planeteve, por në anën tjetër kemi një çështje të lënë në harres, në thonjza banke. Mirë është ta shikoni dhe ta rishikoni gjërat, sepse është një nga mundësitë më të arta që keni tani tutje, është nga një momentet më të mira që duke pasur parasysh mbi ndryshimin e punës, mbi ndryshimin e takimeve që do të keni, dhe diçi i dytë, mirë është të rishikojnë disa çështje problematike, por në bashkim familjar, do thot ose mund të thoret edhe një njohje të lidhje serioze për bashkëjetesë, nëse e marrim kështu, është me virgjëresht edhe diçit parë. Por kjo ngjitet mbetet për tu parë, sepse keni pasur edhe disa gjëra të tjera që keni lënë, domethënë, në vëzhgim, duke pasur parasysh edhe për më vonë se çfarë mund bëni. Por unë ju them që mos e lini në mëshirë të fatit si lidhje, si njohje, sepse ndryshe mund ta mendoni, ndryshe mund ta gjykoni dhe mund të dalin disa gjëra që nuk janë ashtu siç duhet. Kurse në çështjet domethënë keni një lidhje dhe nuk për ju është e panjohur dhe merakosni për disa gjëra që akoma janë nën kontroll të gjërave që juve keni në vëzhgimin e gjërave, sepse të bëni një lidhje do thotë një lidhje të jetë lidhje për jetën, mos jetë lidhje për momentin. Por gjithsesi është një nga periudhat më të mira tani, është një periudhë që vërtet kërkon vëmendje dhe kujdes, por është e realizueshme. Kurse lidhjet që kanë të bëjnë me bashkim familjar ose ju jeni
për shembull një udhëtim, një rrugtim dhe jeni njeriu në zemrës, po është e mundur të realizohet sepse duke pasur parasysh të gjitha lidhjet të çojnë në altar, por ajo që është më e sigurta është me luan dhe me ujorë të dediqit të dytë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht të kësaj dite, kaq të rëndësishme dhe të larmishme, por mos e lini pas dore, nuk e heq as një minutë para ditës. Para se të ndami bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për bashkim të detajuar, shkoni tek astrologu.al, tek sekretaria, dërgoni emailin, pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni të dërgoni një mesazh, atëherë duke dërguar mesazhin duke klikuar tek pikërisht tek ky butoni këtu dhe shikoni pastaj se si funksionon dhe më pas dërgoni mesazhin dhe merrni përgjigje drejt për së drejti. Nga unë Rokulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mira.